Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Merrni një lugë nga kjo përzierje dhe do ju zër gjumi si top. Pagjumësia është një nga problemet e shpeshta të njerëzve gjithandej nëpër botë. Provojeni kombinimin e kripës dhe sheqerit për gjumën më të mirë dhe për të parandaluar insomnin. Përfitimet shëndetësore të këtij kombinimi: ndihmon për të forcuar sistemin imunitar, lehtëson në dhimbjen e kokës, përmirëson energjinë tuaj, përcakton nivelet e serotoninës dhe gjithashtu mban balancën e elektroliteve në organizmin tuaj. Gjithashtu ndihmon me stresin. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë gjelle kripë deti të parafinuar, 10 lugë gjelle sheqer ngjyrë kafë. Si ta përgatisni? Përzieni sheqerin dhe kripën dhe vendoseni më pas në një kavanos qelçi. Para se të flini, konsumoni një sasi të vogël të kësaj përzierje. Vendoseni nën gjuhë dhe lëreni aty që të shkrihet. Këta përbërës janë shumë të dobishëm në situata të theksuara dhe munden që të parandalojnë dëmtimin e qelizave. Për më tepër, sheqeri ju siguron energji, ndërsa natriumi është përgjegjës për frymëmarrjen e duhur dhe për prodhimin e energjisë. Gjumi cilësor është një nga gjërat më të rëndësishme për shëndetin ton dhe një gjum i mirë gjatë natës është po aq i rëndësishëm sa të ushqeheni shëndetshëm. Fatmirësisht, shumë njerëz luftojnë me mungesën e gjumit, por edhe me pagjumësinë. Në mënyrë që trupi të pushojë dhe të mbushë bateritë e tij për ditën e nesërme, i nevojiten mesatarisht 7 deri në 8 orë gjumë të patrazuar. Ajo që pini para gjumit mundet që të ketë një ndikim nëse do të jeni në gjendje të bini në gjumë dhe rekomandohen disa pije për t'ju ndihmuar të bini në gjumë sapo të ulni kokën në jastëk. Uji. Pija e parë e disponueshme për të gjithë është padyshim uji. Shumë njerëz mbajnë një shishe me ujë pranë shtratit të tyre dhe kjo nuk është pa arsye. Uji nuk ka sheqer, shuan etjen dhe gjithashtu nuk mban kalori. Rekomandohet që të konsumoni më shumë ujë gjatë ditës në mënyrë që të mos të zgjoheni duke shkuar në tualet në mbrëmje. Çaji bimor. Çaji bimor para gjumit do të ketë një efekt qetësues në trup. Veçanërisht rekomandohet çaji i borzilokut, i cili ul nivelin e hormonit të stresit kortizolit. Kamomili, çaji valerian dhe nenexhiku janë të përshtatshëm për një gjumë të qetë, relaksim dhe lehtësim të stresit. Qumshti. Qumshti i ngrohtë para gjumit është njëkohësisht jashtëzakonisht efektiv, edhe pse kjo nuk është një pije e preferuar për shumë njerëz. Për të ulur shijen e laktozës, ju mundet që të përzieni në të një lugë çaji mjalt, karafil, kanell ose shafran i Indis, i cili ka gjithashtu një efekt anti-inflamator. Gjithashtu, mundet që të pini lëng qershie. Lëngu i qershisë pa sheqer duket se ndihmon njerëzit të cilët vuajnë nga pagjumësia. Një studim i kryer me gra 50 vjeçare tregoi se ata të cilët pini lëng qershie 2 herë në ditë arrinin të flinin 84 minuta më shumë se sa ata që nuk pinin. Qershitë janë të pasura po ashtu me përbërës që lidhen me gjumë të shëndetshëm. Zbulohet receta e cila kuron pagjumësinë. Stresi i përditshëm ka ndikim në orën dhe në cilësinë e gjumit. Nga ana tjetër, pagjumësia mundet që të shkaktojë probleme serioze në shëndet. Ndaj, orët e pushimit të natës duhet të kthehen në prioritet për çdo që ka orë të lodhshme pune. Ata që kanë probleme me pagjumësinë munden që të provojnë çajin me banane të zjera. Bananet së bashku me lëkurën e tyre janë të larta në magnez dhe në kalium. Magnezi është jashtëzakonisht e dobishme
në rastin e çrregullimeve të gjumit dhe siguron gjithashtu qetësi. Siguroni që të përdorni 100% banane organike të cilat janë të pastër nga kimikate dhe pesticidet. Përbërësit që do t'ju duhen janë një banane organike, një tenxhere të vogël me ujë dhe një skop kanellë. Përgatitja. Së pari prisni skajet e bananes, zhvisheni ato dhe vendoseni në një tenxhere me ujë të vluar. Së bashku me lëvoshgën lëreni të vlojë për 10 minuta dhe pastaj kalojeni në kulles. Shtoni pak kanellë dhe pijeni para se të shkoni për të fjetur. Frutin e mbetur mund ta përdorni për të përgatitur një ëmbëlsirë të shijshme. Çajin me banane është e mira që ju ta përdorni çdo natë për të trajtuar problemet e gjumit sepse ajo është plotësisht e natyrshme, e sigurt dhe e dobishme. Shkencëtarët kanë përcaktuar 75 forma të ndryshme me pagjumsinë, duke filluar që nga problemet e gërrithjes, te dhimbja e këmbëve, të folurit në gjumë dhe deri tek aritmitë dhe çrregullimet e zemrës. Rreth 31% e njerëzve, përfshirë këtu fëmijët dhe adoleshentët, munden që të kenë më shumë se sa një çrregullim të tillë. Dhe në të njëjtën kohë, ju duhet të dini se mund të keni edhe për shumë ne të rresht, pra në formë kronike. Stresi, depresioni dhe shqetësimet janë një ndër shkaqet më kryesore të cilat çojnë në pagjumsi. Sëmundje të ndryshme janë një tjetër shkak i mundshëm dhe veçanërisht nëse ka dhimbje apo siklet. Gjumi luan një rol tërësisht të rëndësishëm dhe të shëndetshëm për sa i përket proceseve tona metabolike, sa kaq mungesa e tij sjell pasoja të rënda shëndetësore, duke rritur rrezikun e prekjes nga sëmundjet e zemrës dhe goditjet në tru dhe gjithashtu diabeti. Por jo vetëm kaq, pagjumsia ka gjithashtu një ndikim tërësisht negativ në gjendjen tuaj shpirtërore, kujtesën, por edhe tek aktivitetet të ndryshme shëndetësore. Gjithashtu, nëse keni kohë, të cilën ju nuk arrini që të mbyllni sytë, edhe pse keni provuar teknika dhe receta nga më të ndryshmet, ky çaj që ne do t'ju prezantojmë në këtë video është tërësisht ai që juve do t'ju nevojitet. Përbërësit e tij kryesor janë lëkura e mandarinës, të cilat gjithashtu përdoren për problemet e sistemit tretës, stresin, ulçërën limfatike, ulçërën gastrike, si edhe ulin nivelet të larta të kolesterolit dhe të glukozës në gjak. Juve do t'ju nevojiten 500 ml ujë, një lugë gjelle kamomili grirë, disa gjete sherebele thatë, një lugë gjelle mjalt dhe lëkura mandarinash. Zgjeni që të gjithë përbërësit së bashku dhe më pas filtrojeni dhe shtoni aty mjaltin, i cili preferohet që të jetë organik. Pijeni 1 orë para se ju të shtriheni. Gjithashtu duhet të jeni të vëmendshëm që përpara gjumit të mos konsumoni ushqime të cilat janë të rënda për t'u tretur, siç mund të jenë ushqime të mbushura me karbohidrate apo dhe ushqime të skuqura. Kafen dhe alkoolin as nuk është nevoja që t'i përmendim, pasi dihet që duhet t'i shmangni ato të paktën deri në 6 orë përpara se ju të flini. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.